Të gjithë ju të shënjës shigjetarit, mirë se erdhët në leximin e radhës për ju dhe gjithë ata që janë të interesuar për shënjën e shigjetarit. Po fillojmë me një ndjenjë i lënë me një anë. Kjo javë nis me një ndjenjë se nuk po merret që meriton, ose se je jashtë lojës. Një situatë apo në një marrëdhënie, apo në një çfarë të shtet, mund të jetë në punë, në marrëdhënie apo në rreth shoqëror. Kjo letër të dashur shigjetar tregon diçka shumë të rëndësishme. Shikoni me vëmendje, kjo derë është e hapur. Ti vetëm mendon që është e mbyllur. Kjo derë është e hapur nga që vetëm ta shtyesh të hapet. Pra bllokimi i situatës e juaj nuk është real, është mental. Rikuperim, shërim dhe gjitha kjo kërkon një gjë të tillë. Trupi dhe mendja të dashur po të kërkojnë ngadalësim. Kjo letër tregon periudhë ku energjia fillon uroj të stabilizohet dhe të rikuperon forcën e mbrëmshme. Kjo nuk duhet të jetë javë për të shtyrë veten me forcë. Është javë për pushim, gjumë të mirë, reflektim absolutisht dhe kthim të ekuilibrit emocional. Stabilizim apo qetësim të dashur. Kjo letër tregon që të mos veprosh apo vraposh pas gjërave. Mos prit përgjigje të menjëhershme. Mos lufto me situata që ende si janë gati. Më mirë është të presësh, të vëzhgosh, të ruash energjinë. Ngadalësimi nuk është humbje, është në një farë mënyrë përgatitje. Mundësitë apo rezultati i gjithë kësaj, në fund të javës apo në fund të kësaj situate, diçka do ndryshoj absolutisht. Do hapen mundësitë që mund të jenë ofertë, lajme të mira, ide më të qarta apo propozim, ose në fakt mundësi që vjen pa pritur. Kjo letër të thot, mundësia nuk është largër, por ti duhet të jesh gati emocionalisht dhe psikologjikisht që ta marrësh. Nëse gjithë leximi juaj ka të bëj me punë apo para, mos u turpro të kërkosh atë që meriton. Do shfaqet një mundësi e re, absolutisht, që të jepet ajo që meriton. Për momentin, kërkohet planifikim dhe asnjë nxitim. Nëse ka të bëj me dashuri, duhet qetësi dhe hapësirë për reflektim. Nëse jeni single, një kontakt i ri vjen vetëm pasi të heqësh pritjet dhe presionin. Mesazhi i këtij leximi thot mos u ngut për të hapur derën. Këtë derë që është tani duket e mbyllur, sepse ajo që po vjen vetë, pa e shtyrë, pa e detyruar. Ti vetëm duhet të jesh gati, i qetë dhe ta presësh. Pra java fillon me një pasiguri të madhe të dashur shigjetar dhe ngadalësi, por përfundon me qartësi dhe një mundësi reale që vërtet ja vlen të presësh, të mos shtyesh, të mos detyrosh as edhe një gjë.